a mundësh me spjegue çështjen e raporteve tua me të ndjerën Liridonën? Unë me Liridonën jam fejuar në vitin 2010 me 21 prill dhe jemi martuar me 11 dhjetor 2011 që i bjen kom pas 12 vite martesë me Liridonën dhe si rezultati i asaj martese kemi 2 fëmijë dhe marrëdhëniet tona, marrëdhënia ime me Liridonën ka qenë shumë e mirë, e lumtur. Liridona është konë një grua mrekullueshme. Një nonë shumë e përkushtuar edhe një bashkëshorte e devotshme. Na kemi jetuar në Suedi, ku Liridona pas 3 vitesh qëndrim është bërë edhe në shtetas suedeze. Si pasojë e martesës tonë. 5 vitet e para me Liridonën kanë qenë Liridona, dëshira e saj e madhe ishte që të bëhet nonë dhe kishte probleme me ngel shtatzon dhe 5 vitet e para jom morë shumë me të në për spitale. Më në fund në 2017 ju realizu ëndra, u bo non, unë u bona babë dhe me njëherë pas fëmisë së parë, pas 1 viti e gjys, dashte Zoti edhe fëmija dytë dhe kemi jetu së bashku këtë kohën. Nuk ka pas asnjëherë ndonjë ndarje apo diçka tillë. Çdo gjë ka qenë në rregull mes neve. Siç e ka thonë edhe dëshmitari Kanon Kokalla edhe vetë Leonardi, kur e pyeta se a është tanku ndonjëherë Liridona për 13 vite te ju, Leonardi tregoi që jo, nuk është tankuar dhe kjo është e vërteta, sepse nuk ka pas pse tankohet, sepse asnjëherë në jetën time larg qoftë me ushtru dhunë apo diçka tillë, ato gjëra nuk kanë ekzistuar në marrëdhënien tonë. Unë në Suedi jetoj prej vitit 92, mars 92, dhe në Suedi kam pas 2 biznese, një restorant dhe një kompani të pastrimi, e cila ka qenë e përbashkë me Liridonën. Por të ardhra kemi pas mjaftueshëm. Unë në vit kom pas të hyra diku 45.000 euro. Liridona diku 20.000 ndoshta. Përveç asaj, unë jam morë edhe me internet, me investime online. Çka përbje kjo me internet? Do më thonë, keni kry shërbime interneti dhe pagesa keni marrë për to, apo? Po. Shërbime marketingu. Për qashtu? Shërbime marketingu online, për biznese. Online. Po thuaj se çdo shtetas i Suedis ka policë sigurimit. Po.
edhe shtëpiak, edhe jetësor, dhe në këtë rast edhe unë e kom pas, të njëjtën sigurim si që ka pas Liridona, e kom pas edhe unë, të njëjtën shumë, këto ma ka pohu edhe prokuroria nga informatat e saj që i ka morë. Dhe është këtë si gjonë normale me pas polisë sigurimit. Por ajo shumë që ishte 3 milion krona sudeze, 260.000 euro, ajo nuk është shuma maksimale e polisës sigurimit. Të thot, ajo mund të rritet deri në 600.000 euro, nëse pala ka interes. Dhe çdo polisë sigurimit është personale. Si çdo çift, nuk thëm që martesa jonë ka qenë pa asnjë grindje ndonjëherë, por jo deri në ftoje të marrëdhënieve. Do thotë ka qenë çdo gjë në rregull. A mundi me shpjegue qëndrimin e ju në Kosovë dhe kontaktin me dy të akuzurit tjerë, Granit Plavën dhe Kushtrim Kokallën? Po unë në Kosovë, përveç bizneset që thash në Suedi, unë edhe e pa të hapë edhe një biznes në Kosovë, ku edhe sot jam aksionor i saj, po ashtu online, kërko SHPK, dhe me Liridonën së bashku e kemi blerë një shtëpi në Chelsea Point, në Bernic, ku Liridona në qershor të 2023-s ka ardhur enkas prej Suedis vetëm për të bërë bashkëpronore asoj shtëpie, cilën e kom blerë me të. Dhe nga qershori deri në nëntor, unë jo morë vazhdimisht me atë shtëpi që të bëhet gati për banim. Dhe aty banuam së bashku deri në ditën kritike. Sa i përket marrëdhënieve me Kushtrim Kokallën dhe Granit Plavën, unë e Granit Plavën atë ditë që u shfaqen ato video, është hera parë në jetën time që kom nejt me Granit Plavën vetë, pa Kushtrim Kokallën. 2 herë të tjera e kom taku me Kushtrim Kokallën, me djalin e dajs, dhe nuk kom pas asnjëherë miqësi apo diçka tillë me Granit Plavën, nuk janë njoh as prindrit, as motrat, as vllaznit, nuk e njoh hiç, shumë pak e njoh, vetëm përmes kushtrimit. As prind, as motë, Hiç. familje. Kur nuk e kom taku në jetë, as ata mu. Cila ka qenë tema bisedës? Çka keni folë? Jo, thjesht kemi fol për shëtitje, medal, këso gjëra. Një revole që është bleje, e di që ka qenë ai zotëniu dënuar për atë vepër penale. A mundesh me tregue çfarë mënyre u zhvillu biseda për blerjen e asaj revole, edhe cili ka qenë motivi kryesor i blerjes? Absolut. Po. Ajo arme është blerë në mënyrë krejt spontane, me të vetmin qëllim përshitje nga ona e Granit Plavës, sepse unë e desha që i ka kushtet matrona ekonomike, dhe kur ai shitësi i armes na ofroi përshitje, Graniti ishte i interesu, edhe më thot që këto, thot unë e shes
të nesërmen 2 fish. Dhe për atë qëllim është blia ajo arme. Vetëm për shitje, asgjë tjetër. Po ashtu shitsin nuk e kom njohur, as nuk e kom takuar ndonjëherë më parë. Dhe sa i përket armeve, ashtu siç ka deklaruar edhe baba im, unë kurrë nuk i kom dashur armet. Edhe Leonardi mundet me vërtetu që asnjëherë nuk më ka pa me arme ndonjëherë, edhe e din shumë mirë edhe Leonardi që asnjëherë s'kom qenë interesuar pas armeve. Unë kur kom shku në etnokuqa me Lirdonën dhe fëmit, unë asnjëherë nuk e kom pa Granit Plavën. As mbrapa me makinë, as fizikisht. Do të thotë, ne kemi shku për darkë, si gjithmonë, edhe një javë më herët kemi qenë po të njëjtin restorant, unë në Lirdona, prindrit e saj, edhe fëmit, vetëm një javë më herët kemi qenë aty së bashku të gjithë. Por atë natë me 29 nëntor, unë kur kom shku në etnokuqa, do të thotë, unë nuk e kom pa Granit Plavën asnjëherë, as në restorant, as jashtë restoranit, as makinën, as... 23, të rinjë 25. 28, po. Atë natë me datë 29/11/2023. 23, jo 25. Unë nuk e kam parë Granit Plavën. Në asnjë moment, ju betohem. Dhe ajo video që ishte, ajo s'ka asgjë lidhje me ndonjë shenja për diçka, është komplet absurde. So ko ke qëndruar në atë restoran? Ndoshta 30 apo 45 minuta. Dhe nga aty i kom thonë Lirdonës, atë shkojmë në Prishtina Mall, dhe më thotë jo, thotë, du me shku në shtëpi, thotë, se jam lodh. Edhe prandaj jemi nisë për shtëpi. Lirdona 3 ditë para asoj darke, do të thotë, ishte të familja saj në Racaj. Dhe kur unë isha në Gjakov, Lirdona me thirë, pa prit, pa ndonjë kështu paralajmërim, më thirë, thot, unë e kom marrë, thot, në Prishtinë, kishte shku të shtëpia, por nuk më kishte njoftua që po niset apo diçka, dhe pa prit me më thirë, thot, ku je, thot, thash jam këtu në Gjakov, i tregoj jam në një shok të kushtrimit, kështu. Thot, unë thot, kom ardhur në Prishtinë. Edhe me njëherë, kur më ka thonë që i kom ardhur në Prishtinë, unë i kom thonë Granitit, mu më duhet më kthy te shtëpia, sepse më ka ardhur gruaja dhe fëmia. Dhe ai më ka thonë edhe unë kom shku në Prishtinë. Edhe diçka vetëm se harrova, se para blerjes së armës. Siç thash, ajo ka ndodhur krejtësisht spontanisht, por arsyeja pse shkum ne aty ishte sepse goma e kerrit ishte shpërthyer nga ona ime, dhe vetëm rastësisht e kemi gjetë atë servis në fshat aty ku ishte, dhe ai na ndihmoi dhe madje edhe e pagova për ndihmën, dhe ashtu ndodhi, domethënë blerja krejtësisht spontanisht, nuk kom pas asnjëherë qëllim unë me blen një armë dhe më vra gruaja ime me atë armë, asnjëherë. Nga kjo përgjigje të cilën Vetëm pak, nuk kam pasur qëllim që të blej armë, nga e cila armë dhe nga e cila armë do të vritej gruaja ime. Asnjëherë. Kur vrasjen e gruas sime nuk e kom mendu. Familja Ademaj me nje shumë mirë, sepse edhe tezja ime është e martuar aty,
dhe e din shumë mirë se unë nuk kom qenë asë njëherë në jetë problematik, kriminell, drogerash, unë asë cigare nuk pi, asë alkohol. Me këtë akuzoni se keni pas një marrëveshje me dy të akuzurit tjerë, me privu nga jeta të ndjerën. Largë qoftë. Shka kapi këso çështje? Mund të shfar shpjegimi ki? Vetëm pak naim. Jo, në akuzoni se keni pasur një marrëveshje me dy të akuzuarit të tjerë për ta vruar nga jeta tani të ndjerën. Përgjigjja juaj është? Përgjigjja ime është nuk ka asë një marrëveshje, as paraprak, as njëherë nuk ka marrëveshje për me vra Lirdonën.